Po, normalisht tani në fundin e kampionatit mendoj që çdo sfidë është e rëndësishme dhe çdo ndeshje është e vështirë. E dim që Flamurtari ka një ekip shumë të mirë pavarësisht të pozitave. Mendoj që do jetë një ndeshje e vështirë dhe ne do të shkojmë atje 100% fokusuar. Flamurtari në fund të renditjes, por duket që Vllaznia ka probleme, sepse edhe 2 javë parë ndaj Bylisit hasim shumë vështirësi. Po, normalisht edhe ndaj Bylisit prodhuam shumë, krijum raste. Ndoshta nuk ishim të loja jonë e bukur, por rastet e krijuam dhe nuk arritëm fitonim. Por gjithsesi nesër mendoj që është një ndeshje krejt ndryshe dhe ne duhet të fillojmë të reagojmë dhe të mësojmë nga gabimet, sepse mendoj që janë 3 pikë shumë vendimtare. Në fazën e parë jeni mundur në vlorë ndaj Flamurtarit. Kjo tregon që duhet marrë shumë seriozisht edhe si nesër. Po, seriozisht, unë mendoj që në çdo ndeshje me seriozitet dhe siç e thash, janë çdo ndeshje, sidomos tani në fundin e kampionatit është e vështirë dhe normalisht në kategori superiore nuk kanë ndeshje të lehta, po ne thjesht duhet të shkojmë dhe duhet të jemi 100% të mobilizuar siç kemi qenë në ndeshjet e kaluara. Vllaznia në vendin e parë të renditjes, shef edhe kozllove e veta, por shef edhe nga rivalët. Po, është shumë e sigurt që Vllaznia sheh vetëm veten e saj dhe gjithmonë ne duhet ta shohim vetëm sepse edhe në rast gabimeve të kundërshtarëve nëse ti nuk fiton, atëherë ajo shikim që ti ke bërë për ta nuk vlen më. Kështu që ne duhet shikojmë vetëm veten dhe të jemi të fokusuar vetëm tek vetja. Tashmë Vllaznia është edhe në gjysmën e kupës. Keni ndonjë preferencë për kundërshtarin, si do të mësohet javën e ardhshme? Jo, më vjen mirë që u kualifikuam, jemi edhe në gjysmëfinale, kështu që pak rëndësi ka kush mund të jetë kundërshtari, rëndësishme për ne është të jemi edhe atje të mobilizuar, sepse pse mos të luftojmë të dyja frontet. I ka forcat dhe mundësitë që të luftojnë të dy frontet? Po mendoj që kemi tregu që i kemi forcat, por gjithsesi unë mendoj që nesër është një ndeshje akoma më e vështirë dhe duhet jemi të fokusuar tek Flamurtari përpara kupës. Një objektiv vetëm për fitoren nesër? Po ne gjithmonë shkojmë vetëm për të fituar, pastaj pavarësisht si mund të marrë ndeshja, siç e thash, për këtë arsye duhet jemi vetëm të fokusuar dhe të mobilizuar për të shkuar nesër dhe për të nxjerrë më të mirën. Pastaj rezultati është edhe në dorë të Zotit. Specialistët e futbollit po vlerësojnë përveç emrave individual të Vllaznia edhe kolektivitetin që është krijuar. Është kjo një pikë e fortë? Po, unë e kam thënë edhe më përpara në intervista tjera që mendoj ky është grupi që unë kam kaluar më bukur dhe më mirë bashkë me shokët e tjerë, duke marrë parasysh edhe jashtë fushë, sepse jemi shoqëruar shumë jashtë fushë, kemi ndeti grupi bashkum dhe kjo ka qenë shumë pikë e fortë për ekipin tonë dhe kjo mendoj që na ka dhënë një shtysë akoma edhe më të madhe. Tifozët po shtohen nga ndeshje në ndeshje, duket që tashmë janë një partner shumë serioz për ekipin. Po, ky është vitimi i parë. Ti ke shumë vite këtu gjesh dhe mendoj që unë paktën e kam atë ndjesinë që Vllaznia gjithmonë i ka pas tifozët, do i ketë gjithmonë, pavarësisht se shumica thonë jo, po kritikues, tifozi është pjesë e Vllaznisë dhe kjo është gjë e bukur, unë gjithmonë e kam thënë dhe vetëm pres tifozë në stadium, sepse mendoj që ky qytet e meriton. Po jep më të mirën në Kavaku? Po normalisht unë futem gjithmonë për domë të mirën, pastaj në rast se nuk e jap dot më të mirën, mendoj që nuk do isha as informacion, as nuk do isha pjesë e Vllaznisë, por mendoj që jap gjithmonë më të mirën dhe sidomos për Vllazninë pas tyre 25 viteve, mendoj që Vllaznia e meriton. Tek Vllaznia po vlerësohet edhe faza sulmuese, sepse janë lojtarë shumë cilësor, por po bën mirë edhe në mbrojtje. Po, jemi konsoliduar mirë dhe ç'është më e rëndësishmja që kemi pas disa fitore radhësi, edhe kjo na ka shërbyer, kemi pas disa ndeshje pa hapësuar gol. Ç'është më e rëndësishmja është që jemi 20 futbollistë dhe konkurenca është ajo që bën mua më të mirë, bën dhe shokët tjerë më të mirë. Edhe 10 ndeshje deri në fund, janë 10 finale për Vllaznin? Po, janë edhe 10 finale dhe kanë qenë kështu deri në fillimin e kampionatit, çdo ndeshje ka qenë si finale. Faleminderit. Faleminderit ju.